Pushteti dhe opozita vazhdojnë përplasjet edhe pasi kaloi në kuvent ligji për kundërvajtje ku përfshihet edhe projekti Safe City. Partia në pushtet VMRO-DPMN akuzon dy partitë opozitare, LSDM-n dhe BDI-n për bashkëpunim, duke thënë se miqësia e Venko Filipçes dhe Ali Ahmetit u tregua e pandashme kur kanë interesa të përbashkëta dhe deputetët e tyre vetuan kundër ndryshimeve të ligjit. Zamislete, nивните пратеници застанаа против систем кој гарантира безбедност за граѓаните во сообраќајот, систем кој има за цел да ги намали несреќите во сообраќајот, кои во Македонија често се со фатални последици. Дружбата на Венко и Али ги носи и двајцата и двете партии во пропаст, а ВМРО-ДПМН е продолжува посветено да се грижи за граѓаните. Me kritika ndaj opozitës, konkretisht BDI-s, doli edhe koalicioni në pushtet Vlen. Nga atje thonë se kur flitet për Safe City, nuk flitet për kamera apo gjoba, por për jetë njerëzish. Mosvotimet e ligjit nga BDI dhe qëndrimet e tyre kontradiktore para votimit i quajnë pasqyrë që tregon krizën e thellë të brendshme në BDI. Qytetarët duhet ta dinë qartë, problemi nuk është Safe City, problemi është BDI, një strukturë e kapur nga e kaluara që edhe sot vepron vetëm për interesat e veta. Problemet e BDI-s nuk janë dhe nuk do të bëhen problemi qytetarëve. Vlen është e vendosur dhe nuk do të lejojë që pazaret dhe lojrat politike të sakrifikojnë jetë njerëzish. Safe City do të zbatohet. Nga BDI nuk u janë përgjigjur këtyre akuzave, por ditë më parë ata sqaruan se nuk janë kundër sigurisë së qytetarëve në trafik, por votuan kundër ligjit pasi Safe City nuk po zbatohet në gjithë shtetin. E si rrjedhoi, nuk mund të dilnin kundër vullnetit të qytetarëve. Përveç BDI-s, edhe deputetët e dy fraksioneve të ASH-s votuan kundër. Nga ajo e Arben Taravarit sot sërish kritikuan duke thënë se koalicioni VMRO Vlen Levica po zbatojnë Safe City në mënyrë selektive. Zbatimi i këtij ligji nuk po respekton ligjin për përdorimin e gjuhëve. Dënimet e parapara dhe mënyra e zbatimit të tyre janë disproporcionale dhe pandjeshmëri sociale. Zbatimi selektiv i projektit Safe City vetëm në disa qytete është i padrejtë dhe diskriminues. Nga Aleanca për Shqiptarët njoftojnë se për shkak të këtyre shkeljeve serioze ligjore dhe kushtetuese do të ankimojnë ligjin për kundërvajtje dhe gjykatën kushtetuese, me qëllim mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe barazisë para ligjit.